Mirëmëngjes dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 shenjat e zodiakut për ditën e mërkur 15 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit tash të dashuruarit. Këtë të mërkur letra e tarotit të dashuruarit sjell një mesazh shumë të bukur për ju. Kjo letër lidhet me harmoninë, lidhjet e forta emocionale dhe zgjedhjet që bëhen me zemër. Këtë të mërkur mund të ndjesh një afërsi më të madhe me partnerin ose me një person të veçantë në jetën tënde. Është një ditë ku dashuria me kuptimi dhe komunikimi i sinqert mund të forcojnë marrëdhënien tënde. Hëna në luan ndes pasionin dhe të sjell më shumë dëshirë për të shprehur ndjenjat. Por kjo energji e fortë mund të sjellë edhe pak kokë fortësi. Nëse je në një lidhje me një person po ai të zjarrt sa ti, mund të ketë momente ku të përplaseni për shkak të egos ose dëshirës për të pasur të drejtë. Këshilla e letrës për ju dash është të mos reagosh më njëherë dhe të mos i marrësh gjërat shumë personale. Ndonjëherë një fjalë e thënë në momentin e nervozizmit mund të krijojë distancë aty ku ka dashuri. Mbaje zemrën të hapur, dëgjoj më shumë dhe zgjidh paqen mbi krenarinë. Sot universi të kujton se dashuria fitohet jo vetëm me pasion, por edhe me durim dhe mirëkuptim. Në emër të dashurisë ti mund ta gjesh ekuilibrin dash. Demi, letra e tarotit për ju dem, gjykimi. Këtë të mërkur letra gjykimi sjell për demat një mesazh të fuqishëm për besimin tek vetja dhe zërin tuaj të brendshëm. Sot mund përballesh me një situatë kur dikush përpiqet të bindë se nuk po mendon qartë ose je duke gabuar, edhe pse ti e ndjen se e di të vërtetën. Kjo letër të kujton se ke mësuar shumë nga përvojat e tua dhe se intuita jote ka vlerë. Nuk ke gjithmonë nevojë të luftosh për ta provuar pikpamjen tënde. Ndonjëherë forca më e madhe është të qëndrosh i qetë dhe të zgjedhësh rrugën më të mençur. Kjo e mërkur sjell energji që mund të duken të tensionuara dhe mund të ndihesh sikur duhet të mbrosh veten ose vendimet e tua, por letra gjykimi të këshillon mos harxoj energji duke bindur të tjerët. Jo të gjithë do ta shohin situatën ashtu si ti dhe kjo është në rregull. Besoj asaj që di, por mos lejo që forcia të marrë kontrollin. Mbaj një qëndrim të qetë. Dëgjoj me kujdes dhe ec përpara me siguri. Dem, nuk ke nevojë për miratimin e të gjithëve. Mjafton të jesh në paqe me zgjedhjet e tua. Binjakët, letra e tarotit binjak, kalorësi i shpatave. Këtë të mërkur sjell një energji të fuqishme veprimi, vendosmërie dhe ambicieje binjak. Zakonisht i njeh si një person komunikues, miqësor dhe plot ide. Gjë ai që i ndihmon të tjerët të mendojnë më qartë, të gjejnë zgjidhje dhe të çojnë planet përpara. Por sot kjo letër nxjerr në pa një anë tjetër të personalitetit tënd. Këtë të mërkur mund të surprizosh jo vetëm njerëzit përreth teje, por edhe veten tënde. Duke treguar sa i fokusuar dhe i vendosur mund të jesh kur ke një qëllim të qartë. Letra kalorësi i shpatave të shtyn të mos qëndrosh vetëm tek idetë, por të kalosh në veprim. Mund të ndjesh një dëshirë të fortë për të zgjidhur një problem, për të nisur një projekt të ri ose për të luftuar për diçka që dëshiron shumë. Megjithatë, ki kujdes, mos nxitohesh dhe mos marrësh vendime vetëm nga entuziazmi i momentit. Energjia jote është e fuqishme, por mençuria është ajo që të çon drejt suksesit. Sot binjak, lejoje veten të tregosh sa je aftje. Njerëzit mund të shohin një version tëndin më të guzimshëm dhe më të vendosur. Ndoshta edhe ti do të habitesh nga sa shumë mund të harish kur vendos të ecësh përpara me gjithë forcën tënde. Gaforia, letra e tarotit gafore, 6 pentakullat. Kjo letër sjell një mesazh rreth bujarisë, ndihmës dhe ekuilibrit në marrëdhëniet me të tjerët gafore. Kjo letër tregon anën tënde më të butë dhe mërgjerë, atë pjesë të karakterit që nuk mendon dy herë për të ndihmuar dikë që ka nevojë. Këtë të mërkur me hënën që hyn në luan, fusha e financave dhe vlerave personale bëhet më aktive për ty. Mund të mendosh më shumë për parat, sigurinë dhe mënyrën se si ndan burimet e tua me njerëzit përreth. Ndoshta të ndihesh i motivuar për të bërë një gest të mirë ose për të mbështetur dikë që ka nevojë. Letra 6 pentakullat të kujton diçka të rëndësishme gafore. Bujaria është një dhuratë e bukur, por duhet të ketë kufinë. Ti ke një zemër të madhe dhe shpesh jep papritur asgjë në këmbim, por jo të gjithë e vlerësojnë këtë mirësi. Mos përpiq të mbash shënime sa ke dhënë apo sa ke marrë, por mëso të dallosh ata që të duan sinqerisht dhe ata që të kërkojnë vetëm përfitim. Sot jepi me zemër, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Energjia e kësaj letre të mëson se marrëdhëniet më të bukura janë ato ku dhënia dhe marrja janë në ekuilibër. Luani, letra e tarotit për këtë më të mërkur për ju, rrota e fatit e përmbysur.
Kjo letër sjell një mesazh për një periudhë ku mund të ndihesh sikur gjërat nuk po ecin me ritmin që dëshiron. Kjo letër shfaq një ndjesi zgënjimi. Disa pengesa po përsëriten dhe sikur ndryshimet pozitive po vonohen më shumë se s'duhet. Por këtë të mërkur mund të ketë momente ku ndihesh i lodhur ose sikur po humbet besimin te situatat do të përmirësohen. Ndoshta një plan nuk po zhvillohet si kishe imagjinuar se një rezultat që prisje ende nuk ka ardhur, por kjo letër të kujton se një moment i vështirë nuk përcakton gjithë rrugëtimin tënd. Me hënën që hyn në shenjën tënde, luan rikthehet forca e vërtet. Kjo energji të kujton se kush je, një person me zemër të madhe, me kuraj dhe aftësi për të dalë fitues edhe pas sfidave. Mos lejo që një vonesë apo një pengesë të bëjë të dorëzohesh. Fati ndryshon vazhdimisht dhe rrota gjithmonë vazhdon të rrotullohet. Sot luan beso tek vetja jote. Edhe nëse rruga duket pak e vështirë, brenda teje ka fuqinë për të kthyer situatën në favorin tënd. Ti je krijuar për të shkëlqyer luan, mos e haro këtë. Vigjiresha, letra e tarotit vigjiresh për këtë të mërkur 9 kupat. Kjo letër sjell një mesazh pozitiv dhe të bukur për ju. Kjo letër lidhet me kënaqësinë, mirënjohjen, dëshirat që afrohen drejt realizimit dhe ndjenjën e lumturisë, kur kupton se shumë gjëra në jetën tënde po shkojnë më mirë nga sa e kishe imagjinuar. Këtë të mërkur, kjo energji të fton të ndalosh pak dhe të shohësh gjithçka që ke arritur. Ndoshta ke kaluar sfida, ke punuar shumë dhe ke qenë i fokusuar tek detajet, por tani është momenti të vlerësosh rezultatet dhe përparimin tënd. Letra 9 kupat është letra e suksesit dhe përmbushjeve emocionale. Ajo të kujton se jo çdo gjë matet vetëm me arritje të mëdha. Ndonjëherë lumturia fshihet tek momentet e vogla, tek njerëzit që të duan, tek qetësia dhe tek gjërat që të sjellin kënaqësi çdo ditë. Sot vigjiresh, mbaj një moment për mirënjohje. Shkruaj disa gjëra për të cilat je falënderues dhe do të kuptosh se lista mund të jetë më e gjatë nga sa mendon. Universi të kujton se ke shumë arsye për të buzëqeshur. Pranoj këto momente të bukura dhe lejoje veten të shijoj suksesin që ke ndërtuar me përkushtim. Peshore, letra e tarotit për ju, 7 pentakulat. Kjo letër sjell një mesazh për durimin, vlerësimin e përparimit dhe besimin tek rruga që ke zgjedhur. Kjo letër të kujton se çdo përpjekje që ke bërë deri tani po sjell rezultate. Edhe nëse ndonjëherë duket sikur gjërat po ecin më ngadalë nga sa do të doje. Peshore është një kohë e mirë për të parë nga afër veten dhe për të kontrolluar se ku je në rrugëtimin tënd. Ashtu si të shpreja, ajo që matet përmirësohet. Kur i kushton vëmendje përparimit tënd, bëhet më lehtë të kuptosh se çfarë po funksionon dhe çfarë mund të ndryshosh. Këtë të mërkur, mos u inkurajo dhe mos u ngarko duke menduar për gjithçka që duhet të harish. Nëse një qëllim duket shumë i madh, fillo me hapa të vegjël. Çdo veprim i vogël që bën sot është një investim për të ardhmen tënde. Letra 7 pentakulat të kujton se rezultatet e mëdha kërkojnë kohë, kujdes dhe përkushtim. Mos u krahaso me të tjerët dhe mos mendo se je mbrapa. Ti je duke ndërtuar diçka me vlerë. Sot peshore, shiko sa shumë ke bërë deri tani dhe je krenar për veten. Do të habitesh kur të kuptosh sa shumë mund të arrish hap pas hap. Akrepi, letra e tarotit akrep për këtë të mërkur, 3 shpatat. Kjo letër sjell për akrepin një mesazh të fortë për zgënjimin, besimin e thyer dhe nevojën për të mbrojtur zemrën tënde. Kjo letër shpesh lidhet me momentet kur dikush nuk sillet ashtu siç e meriton te kur një situatë të prek më tërë emocionalisht. Akrep je një nga shenjat më besnike të zodiakut. Kur i jep dikujt besimin dhe dashurinë tënde, e bën me gjithë zemër. Prandaj kur dikush të zgënjen ose e vën në provë një miqësi, dhimbja mund të ndihet edhe më e madhe. Këtë të mërkur, 3 shpatat të kujton se nuk duhet të pranosh sjellje që të lëndojnë vetëm për të ruajtur një marrëdhënie. Ndonjëherë dashuria dhe respekti për veten kërkojnë të vendosësh kufinë dhe të zgjedhësh atë që është më e mira për ty. Mund të jetë e vështirë të largohesh nga një situatë që ka rëndësi për ty, por forca jote qëndron pikërisht në aftësinë për të ngritur edhe pas momenteve të dhimbshme. Sot akrep, dëgjoje zemrën tënde dhe mos harro vlerën tënde. Jo çdo humbje është fundi. Ndonjëherë është një hap drejt shërimit dhe drejt njerëzve që të vlerësojnë vërtet. Ti ke fuqinë për ta kaluar edhe këtë sfidë. Shigjetari, letra e tarotit shigjetar, 4 shpatat e përmbysur. Për këtë të mërkur, 4 shpatat e përmbysur sjell për shigjetarin një energji të fortë lëvizjeje, dëshire për ndryshim dhe nevojës për të dalë nga një periudhë qetësie. Sot mund të ndihesh sikur nuk mund të rish më në vend, sikur ke shumë energji brenda vetes dhe dëshiron të veprosh menjëherë.
Këtë të mërkur mund të duket momenti perfekt për të bërë një hap të ri, për të marrë një vendim ose për të nesër diçka që e ke menduar prej kohësh. Por kjo letër të këshillon të bësh kujdes. Ndonjëherë dëshira për të vepruar shpejt mund të bëjë të injorosh disa sinjale të rëndësishme. Ti shigjetari je një shpirt aventurier dhe nuk e pëlqen rutinën dhe që kërkon gjithmonë eksperienca të reja. Por sot sfida jote është të dallosh mes një mundësie të mirë dhe një reagimi të nxituar. Mos lejo që padurimi të marrë kontrollin. Me një moment për të menduar, planifiko hapin e radhës dhe vepro në kohën e dur. Letra 4 shpatat të kujton se edhe njerëzit më aktiv kanë nevojë për pak strategji dhe qetësi. Sot shigjetar, luaj me zgjuarsi, jo vetëm me dëshirën për të lëvizur. Britsjapi, letra e tarotit Britsjap, 3 kupat, sjell për ju një mesazh të bukur për miqësinë, gëzimin dhe rëndësinë e njerëzve që të rrethojnë Britsjap. Kjo letër të kujton se jeta nuk matet vetëm me arritjet, punën apo objektivat që arrin, por edhe me momentet e lumtura që ndan në njerëzit e zemrës. Këtë të mërkur energjia e kësaj letre të fton të hapësh më shumë derën e komunikimit dhe të shijosh lidhjet që ke krijuar gjatë rrugës. Ndoshta ke qenë shumë i fokusuar tek përgjegjësitë e tua dhe ke haruar paksa të ndalosh për të vlerësuar miqt dhe njerëzit që të sjellin buzë qeshje. Letra 3 kupat të simbolizon festën, bashkimin dhe ato momente të vogla që bëhen kujtime të mëdha. Një telefonat e thjesht, një mesazh apo një takim i shkurtër me një person të dashur mund të të ndryshojë humorin dhe të të kujtojë se sa i vlerësuar je. Sot Britsjap, mos mendo vetëm atë që duhet të arrish. Kujtohu dhe të shijosh rrugëtimin. Njerëzit që qëndrojnë pranë në ditët e zakonshme janë ata që të bëjnë jetën më të veçantë. Lejoje veten të qeshësh, të lidhesh me të tjerët dhe të fesosh gjërat e bukura që ke në jetën tënde. Ujori, letra e tarotit ujor, 9 shpatat. Kjo letër sjell për ju një mesazh për kujdesin ndaj mendimeve, emocioneve dhe qetësisë së brendshme. Ti je një person shumë i thellë në mendime, analizues dhe gjithmonë përpiqesh të kuptosh gjithçka rreth teje. Kjo është një forcë e madhe, por ndonjëherë mund të bëhet edhe një barë kur mendja nuk gjen qetësi. Këtë të mërkur, kjo letër mund të tregojë momente kur e mendon një situatë më shumë se ç'duhet, duke krijuar shqetësime ose frikra që mund të jenë më të mëdha në mendjen tënde sesa në realitet. Mund të ndihesh i ngarkuar nga përgjegjësitë ose nga presioni për të bërë diçka në mënyrë perfekte. Ujor, letra 9 shpatat të kujton se nuk duhet të mbash çdo gjë vetëm brenda vetes. Kur mendimet bëhen të rënda, është e rëndësishme të gjesh mënyra për të qetësuar dhe për t'i dhënë vetes pak hapësirë. Sot kujdesu për veten ujor. Bëj diçka që të sjellë qetësi, një shëtitje, një bisedë me dikë të besuar, pak pushim ose një aktivitet që të largon nga stresi. Mos haro, jo çdo mendim është një realitet dhe jo çdo shqetësim meriton gjithë energjinë tënde. Lejoje mendjen të pushojë dhe beso se edhe periudhat e vështira kalojnë shpejt. Peshqit, letra e tarotit peshq për këtë të mërkur, 4 pentakullat e përmbysur. Kjo letër sjell një mesazh për të lëshuar pak kontrollin dhe për të lejuar gjërat të rrjedhin natyrshëm. Kjo letër të kujton se sado shumë të përpiqesh të kontrollosh çdo detaj të jetës, ka disa gjëra që duhet t'i lësh kohën dhe fatit. Këtë të mërkur mund të përballesh me situata të papritura ose ndryshime që të bëjnë të ndihesh sikur gjithçka është paksa kaotike. Mund të duket sikur gjërat po ndryshojnë shumë shpejt dhe është e vështirë të kuptosh se cili është hapi i dur për të marrë. Por peshq, ti ke një aftësi të veçantë për t'u përshtatur me rrjedhën e jetës. Intuita jote të ndihmon të kalosh edhe periudha të trazuara, por mos haro, të jesh i butë me veten. Letra 4 pentakullat e përmbysur të këshillon të mos marrësh vendime kur je i pasigurt ose kur situata rreth teje nuk është qartësuar. Jepi vetes kohë për të kuptuar, për të reflektuar dhe për të parë se ku po të çon rruga. Sot peshk, beso më shumë tek rrjedha e jetës, jo se që duhet zgjidhur më një herë, ndonjëherë duke lëshuar pak kontrollin, i hap derën mundësive të reja dhe qetësisë që të duhet. Ky ishte leximi i letrave tarot për 12 çënjat e horoskopit për ditën e mërkur, 15 korrik 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.